Karnavalet tradicionale të Vevçanit në Maqedoninë e Veriut u zhvilluan edhe këtë vit me rastin e vitit të ri 2026 sipas kalendarit julian, duke sjell atmosferë festive, ngjyra, maska dhe rite të trashëguara ndër shekuj. Ngjarja mblodhi qindra banor dhe vizitor, duke e kthyer Vevçanin në një nga pikat më të frekuentuara festive të rajonit. Parakalimi personazheve të maskuar, veshjet popullore tradicionale dhe elementet simbolik të karnavaleve i dhan festës një identitet të veçantë, ku ndërthuren folklori, humori dhe zakonet e vjetra. Banorët theksojnë se maskimi dhe festimi në Vevçan kanë një histori mbi 2000 vjeçare dhe lidhen drejt për drejt me ardhjen e vitit të ri dhe festimin e Shën Vasilit. Festimi, përkatësisht maskimi, e trashëgojmë që para 2000 vjetësh, që përkon me ardhjen e vitit të ri, çdo kush është i mirëpritur tek ne Vevçanasit, pa marrë parasysh se nga vjen. Mendimi im është se ne Vevçanasit nga 365 ditë të vitit, 364 ditë nuk mbajmë mask, ndërsa ditën e 365 vendosim mask. Ka ndodhur edhe me mua, ndonjëherë edhe unë jam maskuar, ndërsa ata që 364 ditë mbajnë mask në fytyrë, ditën e 365 vinë në Vevçan për të parë se si kanë qenë gjatë gjithë vitit. Zakonisht të gjitha gjërat jo normale që kanë ndodhur nga politikan, nga biznesmen e kështu me radhë, Vevçanasit, pa marrë parasysh se nga vinë, ulen, pinë kafe dhe qeshin me to. Ata vinë këtu për të parë veten se si janë dukur gjatë vitit. Festojmë Shën Vasilin që përkon me vitin e ri këtu në Vevçan. Jemi duke imituar gjermanët si në festën e birës, por ndryshe nga ata, jemi të veshur me rrobat tona popullore tradicionale. Këtë festë ne kemi të trashëguar brez pas brezi dhe sot po e trashëgojnë njëjt edhe të rinjt. Sipas traditës, karnavalet shihen si një ditë e veçantë në vit, ku komuniteti mblidhet për të festuar, për të qeshur dhe për të ruajtur trashëgimin kulturore. Vevçanasit theksojnë se festa është e hapur për të gjithë vizitorët, pa asnjë dallim, duke e konsideruar Vevçanin një vend mikpritës dhe simbol të bashkëjetesës kulturore. Këtë vit karnavalet mblodhen mbi 400 pjesëmarrës të maskuar, duke konfirmuar rëndësinë e kësaj ngjarjeje si një nga festat më të veçanta kulturore në Maqedoninë e Veriut dhe Mëgjer, si dhe rolin e saj në promovimin e traditës dhe turizmit kulturor.